njerëzit më të këqij. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka thënë Imam Aliut: O Ali, njerëzit më të këqij janë ata që e akuzojnë Allahun në caktimin e tij. Kjo thënie e profetit tonë të dashur është një goditje e qartë për arrogancën dhe mungesën e nënshtrimit ndaj urtësisë së Allahut fuqiplot. Kur një njeri humb një person të dashur, kur humb prindin, fëmijën apo bashkëshortin e bashkëshortën, në vend që të kërkojë durim dhe të pranojë caktimin e Allahut, ai zemrohet dhe thotë: pse unë? Pse Allahu ma mori? Kjo nuk është e drejtë. Ky reagim është pikërisht ajo që kritikon hadithi, zemrimi ndaj caktimit të Allahut. Dikush nuk ka pasuri, jeton në vështirësi dhe fillon të thotë: pse më bëri Allahu kështu? Pse të tjerët kanë e unë jo? Kjo është një akuzë e drejtë për drejtë ndaj drejtësisë dhe urtësisë së Allahut dhe është një gjendje e rrezikshme për besimin. Një njeri pa drejtë dënohet, por ai ose të afërmit e tij e shohin si padrejtësi hynore dhe thonë: pse ndodhi kjo për ne? Ne nuk e meritonim. Në këtë rast, e keqja nuk është në fatin që ndodh, por në zemrimin që njeriu mban ndaj vendimit të Allahut fuqiplot. Zemrimi ndaj caktimeve të Allahut tregon arrogancë dhe mungesë besimi. Ai që e pranon vendimin e Allahut me durim, fiton mëshirën e tij. Ai që rebelohet me zemrim, i bën dëm vetes së tij, shpirtit të tij. Prandaj, mos akuzo Allahun për vendimin e tij, por për ulu, kupto dhe duro.